Së bashku do të lexojmë disa njoftime të cilat janë pozitive se na ka ardhur më të hundës me politike, me gjëra negative, lufta kiamete, qeveria opozita Ramadani më tash. Lexojmë sa ndodhi pozitive në përbot. Franca e ka prezantuar një zamër, njeriu e punuar e cila mund të rre pa ndërprer edhe pa dhuruesen. Fëmijët me sindromin Down një ditë potencialisht do të mund të lindin pa këtë problem gjenetik fal shkencëtarëve në Japoni, të cilët kanë arri me largu ato problemet gjenetike prej kodit gjenetik. Korea po teston rrugë të cilat hecin njerëz ngadalë dhe ata që e kanë përngut. Shkencëtarët brazilian kanë zhvilluar një lloj bllokuesi i cili nuk e lën përdorimin e substancave ilegale siç çfarë shkruan këtu, me shku direkt në tru që me mujt me bo varësi ndaj atyre substancave sa më të vogël. Deri në fund të 2026 pikat e syrit do të mundën potencialisht me nal nevojën me hek nevojën për syza me pa afër. Një lëvizje historike, shkencëtarët në Izrael kanë arrit me prodhu në formë 3D kornejen e syrit, atë shpelhurën e të dukshme që vijet brapa syrit, duke rikthy shikimin një të verbere. Edhe për ata me diabet, një zhvillim e bioteknikës është e ka mundësu që kjo me prodhu izolin në formë të pavarur është ende në testim, por së shpejti diabetikët do të mund të jenë më të qetë sa i përket insulinave. Japonia ka arri një rekord të internetit me 1.2 petabit për sekund, i cili potencialisht ose teorikisht po t'i kishim të gjitha mjetet e duara, mund të shkarkonim të gjithë librarinë e Netflixit me të gjitha filmat e serjet që i ka brenda një sekonde.